Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar me emisionin Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Sonte do të flasim për një profesion thelbësor shpesh të padukshëm për publikun, por vendimtar për shëndetin oral dhe vetbesimin tonë. Bëhet fjalë për teknikën e dhëmbëve. Nga kurorat, protezat deri te implantet e dhëmbëve, mandej deri te format tradicionale të punës në laborator të përcjellura me teknologjinë më të sofistikuar, sonte do të zbulojmë se si krijojnë punimet dentare që na rikthejnë funksionin estetik dhe mbi gjitha vetbesimin. Pra, sonte në emision kemi mysafir zotin Dren Gjelat, i cili ka kërkuar në fakt të drejtohem si Dren dhe me të cilin do të flasim më shumë lidhur me punën e laboratorin e tij. Mirëmbrëma Dren dhe faleminderit që pranuat me qenë mysafir në emisionin Med Plus. Mirëmbrëma edhe faleminderit për ftesën edhe për mirëseardhjen tuaj. Unë jam Dren Gjelat, siç njihna. Jam teknik dentar, teknik i dhëmbëve, me disa vjetë përvoj pune, nështë më shumë se 25 vjetë përvoj pune, me kvalifikime, me shkollat të vazhdueshme se kështu veprohet në teknik dentare. Përveç shkollës bazë, jemi të fokusuar këtë kohën me një trajnime të ndryshme, çfarë na kërkohet për të ardhmen. Gjithashtu edhe stafi është i kualifikuar me të gjitha këto trajnime, siç është Dardani, Dorstina dhe Ditjoni, që janë pjesë e stafit që punojmë të gjithë së bashku në laboratorin dentalar. Faleminderit Dren. Unë e përmenda në fillim se puna e teknikut ose teknikëve apo laborantëve dentar zakonisht nuk vrehen, në fakt nuk dihet nga publiku se kush janë ata që ta quaj kështu në thojza përgjithës për edhe buzëqeshjen tonë, po mbi gjitha vetbesimin si e përmenda, dhe ne shohim vetëm produktin final. Do thotë shkojmë te stomatologu, mirret masa, edhe mandej e shohim produktin final, edhe nuk e njohim ose nuk e dijmë se si ka kalu procedura që shpesh kërkon me të vërtetë jo vetëm punë thjesht profesionale teknike, po edhe në formë të artit. Na tregon zdia pajtohesh Dren se puna e teknikut nuk është vetëm veç për bukuri, po është edhe çështje e shëndetit mbi gjithë. Po, sigurisht përveç bukurisë që e shohim të gjithë, po pjesa edhe e shëndetit është shumë e rëndësishme si te dentisti ashtu edhe te tekniku. Na i kushtojmë rëndësi çdo procesit punës që bëhet te na, duke marrë parasysh që në disa raste ka që dentisti mundet me bëu një gabim në marrje të masës, po me komunikimin e mirë me dentistin, kthehet edhe një herë masa, mirret prap, edhe vazhdohet për shkak që mos me pas probleme më vonë pacienti. Fillimisht që kjo është më rëndësi që shikohet masa, pastaj faza tjera i vazhdojmë na me mënyrë protokollare. Shumica për nesh gjatë vizitës të dentistit kem pas nevojë edhe të presim edhe për punën e teknikut, dhe nga një herë ajo prodhimi final apo dhëmbe i cili ose dhëmbët që pritën të mirën nga tekniku dinë që të vonohen nga pak, edhe nga një herë nuk kemi edhe dërim. Na tregon pak më shumë se një kuror ose një protezë në princip sa kohë merr edhe pse di me vanu, si mas nesh. Tash janë dy llojet për mënyrave të punës sot, për shkak të digitalizimit ka ndryshuar situata shumë. Përpara ka qenë mënyra tradicionale e marrjes masës me lugë, po vonesa në kohë është shumë më madhe se sa sot që mirret masa me skaner intraoral, skanon gojën, ma dërgon me email, brenda ditës punohet, nesër i dorëzohet pacientit.
Kur mirët masa fizike, vënën pak se ka procedura pak ma të komplikune, pak ma ndryshe. Për që ta është çështja e kohës, ndryshon në varet prej punës që fillohet. Nëse fillon dentisti mi bo një punë me masë tradicionale, ka vonesë pak. Po nëse e merr me skaner intraoral, puna mundet të më bo shumë shpejt. Sidomos në kohën e sodit me teknologjinë, me investimet që i kemi bo, brenda 24 orë ti e vendos kunorin në gojë. Që është një kohë shumë e shpejtë dhe rekorde. E përmend Adren që përveç aspektit profesional, teknik, tekniku duhet mi pas edhe një farë ndjenje edhe një prirë ndaj artit. Se fjallë edhe për estetik. Cila fazë shumë e vërtet që emocionon ty mas shumë ti prej zarës deri në përfundim? Dhe në qysh, unë prej se i kum hi këti profesioni, e kum hi veç për shkak të artit, se më ka pëlqy mënyra e skulptura, unë jam më shumë ka skulptura, me ndërtu diçka. Edhe për që ta mu më ka tërhek si profesion. Se për shumë me mështi me vizatu me laps, edhe është art, po mu nuk e më shkon shumë me vizatoj, e më rridiku, po jo si në skulptur. E skulptura është tjetër gjohë, kjo ka të bëjmë me skulptura ka të bëjmë me artin tonë, që e bojmë, që na ndërtojmë dhomin. Pi asni gjoje, shkojmë dhe ndërtojmë. Pavarësisht se sot koha ka ndryshu, ka kompjutera, është digjitale shumica, po prap duhesh mi pas një farë vizioni të artit për me nxjerrë diçka të bukur. Po dyshim, Dren, ne dëgjojmë shpesh për lloje të ndryshme të materialeve për të cilët nuk e dim saktësisht ku është dallimi, pse zgjedhet njëri e jo tjetri, a është vetëm çështje ekonomike apo kostoja, apo bëhet fjalë edhe për diçka tjetër, po të dëshirë, si mas përvojës juaj, ta dim se cili është materiali, apo cilët janë materialet që përdoren më shpesh në punën e juaj të përditshme. Dhe kush është ai që përcakton zgjedhjen e një materiali të caktuar? Okej, mas pari përfillojmë që me ato shka zgjedh e përcakton është mjeku mes dentistit me pacientin, Edhe ata dy komunikojnë, i tregon dentisti se shka është e mirë, shka ka, shka ekziston, shka mundet me bo laboratori, edhe pacienti e vendos me cilin prej materialeve zgjedh. Sa i përket materialeve, na i përdorim të gjitha llojet e materialeve që kanë të bëjnë me laboratorin. Duke filluar se sot për sot është zirkoni një prej materialeve më të kërkuara në treg, duke filluar nga zirkoni, metal porcelani, tash ka dalë edhe një ore titan porcelani, vant metal porcelanit që ka qenë më herët, tash ka dalë me titan për shkak higjienës, estetikës edhe fortësisë. Titani është më i fortë, nifet. Edhe është biokompatibil. Për plus ajo. Pastaj kemi punime me akrilat, si që janë protezat, ka punime me kompozit, një lloj tjetër i protezave, kështu që na i përfshijmë të gjitha llojet e materialeve që duhen mi pas një laborator. Qoftë zirkon, qoftë emax për estetik më të madhe, qoftë edhe metal porcelan ose titan porcelan, që janë zgjedhje më dytësore. Zgjedhjet e para gjithmonë janë zirkoni ose emaksi. Dërnë e përmendëm se materialet janë të ndryshëm dhe lloji përcaktohet prej në bashkëpunim mes pacientit dhe dentistit dhe mandej porcia vjetë ju. Simas informatave të cilat unë i kom siguruar para ardhes këtu, jo materialet që i përdorni janë të nivelit shumë të lartë, janë nivelit evropian, që i plotësojnë standardet evropiane dhe unë thjesht do në prap bisedoj për një çështje e cila ka të bëjë me shërbimet shëndetësore të cilat ofrohen në komunën tonë. Me të vërtet shumë shërbime të mira
bashkë nivelit evropian mund t'i marrim këtu dhe shpesh kemi nevojë të shkojmë as në një qytet tjetër të Kosovës, e lënë më jashtë Kosovës. Patjetër që përzgjedhja është individuale dhe secili ka drejtën, por mu duhet të them se më të vërtet të po nivelin e punës juaj edhe në aspektin profesional dhe teknologjik, atëherë më të vërtet e një vetën mirë. Na tregoni pak për llojet e materialeve që i përdorni ju, prej ka i merrni, cilit shtet janë? Në vërtet, okej. Na po foli pas pari për pjesën e zirkonit, se kjo është më rëndësi për pacientat që nuk i dinë çka vendosin në gojë. Ai thotë që ka zirkon, po zirkoni ka shumë lloje të ndryshme. Sa i përket materialeve të zirkonit që na i përdorim firmës italiane, gjermane, japoneze, që janë 3 prej firmave më të mirat në treg. Edhe janë të certifikuar me standarde evropiane. Jo veç llafe të gojes, po e kam certifikatën që unë përgjigjet firma, kompania që për çdo dështim ose diçka që ka probleme, është vula, është certifikata, dhe për çdo jam unë mas pari i sigurt çka prodhoj, mastaj është i sigurt edhe pacienti. Pavarësisht se këtu ka në treg lloj zirkonave që unë nuk i preferoj, mbi në oferta merre bëne, po jam shumë i kënaqur me këta si kompani, edhe përveç që jam i kënaqur i kanë vulat që vërtetojnë që është e shëndetësisht e mirë. Nuk krijon probleme ma tutje, se ka raste që krijojnë probleme mishat e dhomëve, ku ta diun. Si efekt anësor. Si efekt anësor. Por që ato i zgjedhin materialet ku janë më të mirat në tregun e Kosovës. Edhe pse vijnë prej jashtit, po na i blejmë në Kosovë. Për mënyrën e prodhimit të një dhëmbje që vendoset mbi implante, ne e kemi lënë pjesën e fundit të emisionit dhe do të ndajmë si pjesë të veçantë për arsye se është shumë aktuale. Edhe është krijuar një mister se si prodhohen ata dhëmb, po tani do të flasim për një punim zakonshëm nga marrja e masës deri te finalizimi, me siguri janë disa faza, dhe do t'i shohim edhe në praktik se si zhvillohen ato faza. Patjetër. Faza parë, domethënë, faza parë është që vjen prej dentisit, vjen masa. Domethënë, kjo na vjen neve prej dentisit, mbi shkrimi çka ka mu bo, ngjyra e pacientit, edhe emri pacientit, emri dentistit, data kur është pranuar, data kur dorëzohet, sepse na jemi edhe pak të fiksuar për korrekcisë, e dojmë korrekcinë shumë, edhe gjithmonë ju thojnë shënoni datat kur doni me dorëzu. Pastaj vazhdon puna me derdhjen e gipsit, derdhjen e masës, përzihet gipsi edhe krijohet një model i gipsit, siç është ky. Nga këtu, gipsi pastaj vazhdojmë kalon në fazë tjetër, masi është forcuar mas 45 minutave. Domethënë kjo fazë gjatë 45 minuta. 45 minuta. Se ka në minutazhin e vet lloji gipsit që na përdorim, që kërkon 45 minuta mu forcu në mënyrë korrekte, mos me pas ndryshime ma tutje. Pas kësaj faze, kalojmë te faza e rregullimit modelit, që nuk zgjat shumë, se Vandardani është një fazë shumë e shkurtë që e rregullon ku ka ndonjë pakjartësi. Pas kësaj, pastaj vazhdojmë e bëjmë skanimin e modelit. Këtu bëhet skanimi i modelit, ta zëmë, e shënojmë emrin e pacientit, zgjedhim emrin e dentistit, emrin e ordinancës, edhe zgjedhim dhëmb cilë dojmë me i skanu. Këtë punë mundet mi bëu edhe dentisti në gojë, si që përmenda më herët direkt me skaner intraoral, pa pas nevojë me marrë masë fare. Si ka ndodhur. Me këtë lloj skaneri e skanon edhe gojën e pacientit. Unë tash gjet rast po e skanoj modelin e gipsit që ka marrë masën fizikisht.
rezolucionin e ka tepër të lartë, saktësinë e ka si skaner shumë të madhe. Çdo grimc që ka dhomi e skanon, e fotografon. Dhe në sot gjatë që ka procedurë? E skanimit? Ka të shkurt? Shumë pak, domethënë. Se çkaç? Te na. Dhe dentisti zgjat pak më shumë se është më vështirë me incizu gojën e pacientit që unë këta rrotulloj në dorë. Pacienti s'mund të rrotullu gjithçka. Po prapë se prapë nuk është as gjatë. Nuk është ndaj filozofi, është e lehtë si procedurë. Na kanë letu teknologjia punën jashtëzakonisht shumë. Përpara që është bërë drejt ta bëjmë një krahasim me gipsa, po. Përpara është bërë me manualisht, tash u dosh sipër kësajne, me modelu me dorë, kapak, me ndërtu me dyll, masën me kopju qatë dyll, nëse me qitë keramik, procedura pak më të komplikune, sot, se në atë kohën konë normale. Kohës. Po, saktësia tash është shumë më madhe. Shumë më madhe me këto. Nuk i mo probleme me lingivnat, me mishnat e dhomëve, me detaje tjera që ndodhin. Ja. Kjo incizohet edhe metet në ndosjen e pacientit. Që kjo regjistrohet me emri pacientit. Tash prej kësaj kalon në kompjuter tjetër për mu vazhdu puna. Në këtë rast bëj edhe në këtë kompjuter, s'ka problem. Se kemi programet në gjitha. Edhe këtu prap të programi i ndërtimit dhëmbëve, edhe këtu zgjidhet emri pacientit, emri dentistit që kemi skanu ma herët. Këtu zgjedhëm çka po dojmë me bo. Llojin e materialit që ka kërku. Edhe e vazhdojmë si procedurë. Kur fillojmë dizajnimin, na kërkon atë pjesën që bëjmë na skanimin. Ne kemi të rujtë në këtë rast. Pas që na ka thënë dentisti, prap ruhet me një folder tjetër, prap e marrim edhe e përdorim për me vazhdu punimin. Që ku na del kjo? Që ajo që e punum, e skanum atje. Tash na ka dalën proces të ndërtimit. Su tash ndërtohet, modelohen që ta dhomë që na i kemi zgjedh, ose që i kam i bo pacienti. Nuk është mi zmadhu ekstremisht shumë, që ti mes me bo gabime, po më konë sa ma i sakt. Mi pa detajet. Mi pa detajet ku pi qënë margjinin, këtë kufinin e urë, e dhëmbe. Këtu detajet është problem me të ikë, pi pamjes, se ki dhomi është sa gishti, këtu sa ekrani. E zmanon sot në ujtët. Dhe është shumë ma e letë. Pasaj kemi disa raste kur kërkon dentisti bashkëpunim me pacientin, që mi apërshtatë sa ma mirë, mund të me na dërgu një foto, që mi edhe foton e pacientit e ftyren, e integrojme në program, edhe ja shojmë saktësisht qysh kanë mi dalë paraprakisht. Me qenë sa ma natural. Rastet ralla, po ka raste që kur kërkohet shumë ma shumë, na mujmë edhe qatë punë mi bo. Me integru pacientin, fotografinë e pacientit dhe mi a qitë dhomë si pas, se ta shë këtu kam llojet të ndryshme të formave. Jo çdo pacient i ka format e njëjta, që ka shumë lloje çfarë përdon ti mi zgjedh. Abdin ka pacient që i ka dhëmë si të rumullakt, ka pacient që i ka dhëmë ma katror, ka që i kanë si të formë trekonçit, nuk ndryshon pacienti për pacienti. Në këtë rast, kur nuk e shohim, na i zgjedhim cilat neve na duken më të përshtatshme, si që shohim dhëmbët tjerë që i ka, pavarësisht mundohemi ja kopju dhëmbët e ekzistuese. Që është orientimi juaj? Që gjatë dizajnimit, si përfundim, del kjo lloj pune. Tash prej kësaj pune, bartet me një USB, të programi tjetër cili është i tregon katkamit shka ka me prej. Në pjesën tjetër është pjesa ku janë CNC-jat, që ne i thojmë katkam, është për mi prej qitë punim që na e kemi ndërtu, e kemi dizajnu në kompjuter.
Po fillimisht duhet mi kalu te një program tjetër, siç është mailbox, siç e quhet tutena. Siç del këtu. Që një punë në gjajshme ta zojmë. Kjo është pllaka zirkonit, siç janë këto, që vendosen në makineri atje. Në njëjtën pllakë ka edhe programi që i thojmë na këtë punim me ma kalu në këtë pjesë, edhe ajo e runë, me marrim prap punimin me USB, e kalojmë të maqina, pjesën e maqinës, pastaj e bon vetë shka do që i ki thonë ti me bo. Mu i më shku nëse dënë edhe mi po maqinën për mi tregu edhe ma saktë. Po, besoj që do të jetë me interes. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Tash po shpjegojmë pak pjesën pas dizajnimit që e bom atje. Këtu është pjesa e CNC-s, ku fillon e gryhet pjesa e urës që ndërtum e dizajnum në kompjuter në program atje. Kjo është CNC-ja, domethënë. Kjo është pllaka zirkonit, siç e shpjegova, edhe për një moment kjo veç fillon edhe starton punën, mos i ta bën një farë nxemi që e kryen si procedurë. 3 dhënë, maksimumi kjo mundet mi gry për 30 minuta, 35. Do thotë për para ka qenë procedura shumë a gadalshme, mundësia për gabime kur më të mëdha. Jo, kjo nuk lejon me bo gabime, se çdo hap që e bën, ta dhes dritën e kuqe ose gjelbërdin, që në tonë që je gabim ose je në rregull. Kur është në rregull, kjo veç vazhdon me punu deri ku ta përfundon punën. Parsy se përmes softverit kjo. Qashtu, i ka dhënat që i ka marrë prej atje dhe i transmetohen këtu veç prejnë qatë punë që na i kemi thonë me prej. O shumë e saktë, o shumë e sofistikume prej katkamave më të mirë që ka tregu i Kosovës, ose edhe investimet tona kanë qenë në bashkëpunim me kohën që ka ardhur. Patjetër. Për ato dhe vlerësoj. Atëherë na po vazhdojmë tash pjesën përveç kësaj, na kemi edhe katkama tjerë. Është çështje e kohës që mos me prit një punim derisa të përfundon. Po vazhdojmë punimin tjetër, e shohim këtu ose tjetrin aty që 3 pacientë na mi pas 3 për një herë kryen. Po për çështje të kohës, për me përfundu sa më shpejt. Se pacientat gjithmonë kërkojnë shpejt. Sa më shpejt. Mjetërën, faleminderit, po vazhdojmë prapë në laborator. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Mjetërën e pom procedurën e punës së aparatit CNC, e shkon në furrë, na tregon pas furrës. Patjetër. Çka ndodh në furrë pas pore edhe çka më tuti. Edhe furra ka pjesën e vet të funksionit. Prej CNC-s kalon me një proces tjetër që quhet furrë sinterimi, që pjeket në një temperaturë, zirkoni kërkon një temperaturë deri në 1600 gradë. Edhe kërkon një kohë prej minimumi 8 deri në 11 orë pjekje, që ajo zbohet gjatë natës. Do thonë gjatë ditës shka na prejmë CNC, gjatë natës pjeken. Pas pjekjes vijim prapë në laborator, ajo pjesa faza tjetër vazhdon me një shtresë keramike që i qitet zirkoni, si që po qetë dërstina. Kjo është procedurë që na e bojmë, jo të gjithë laboratorët e bojnë këto. Na spjego edhe herë dren çka do këtu. Domethënë tash këtu i japet pak estetik natyrale zirkonit që ka dalë prej furrës ose prej CNC-s. Ajo del një farë ngjyre parafërsisht që kemi zgjedhur na, po këtu na i japim hala më shumë jetë që thej zirkoni. E kuptoj. Domethënë i shtojmë keramik ekstra për me. Është keramik kjo. Nuk është ngjyrë thjesht. Jo, është lloj keramikës që përshtatet me zirkonin. E kuptoj. Pas kësaj shtresimit që bën dërstina, pastaj kalon te pjesa ku unë e mirrem për detajet ekstra që i shtohen. Çdo lloj detaji që ka pasi që punon dërstina, ja shtoj unë hala më shumë disa elemente tjera. Edhe pasi ta kam përfunduar, piqet në furrë keramikës. Prapë në furrë. Po. Pasi të kryet kjo pjesa pjekjes furrës keramikës,
Pastaj kalojmë te Dardani që e bën finalizimin e ngjyrës edhe atë pjesën e shkëlqimit glazur që i themi ne. Do thotë Dardani e vallon vulën. Ja vallon vulën me fjalë. Pjesa më e delikate është se ngjyra duhet më konë shumë i kujdesshëm, duhet më pas shumë se sado që e zbukuroj unë, bone nuk u bo mirë këtu, prishet gjithçka, kështu që duhet më konë e kombinuar e mirë. Do thotë prej kësaj faze e deri këtu tash përvren tamam si me qenë dhomë natyral. Ashtu duken. Mirë, me qenë se na nuk kemi dërim si për pjesën e punimit zirkonit. E kuptoj. Paka shumë edhe për metal porcelanin ose titanin kalon në një fazë pak më ndryshe, se e modelojmë po prap në kompjuter, njëjtat procedura dizajnojmë, e dërgojmë me një laborator që është vetëm për punë laboratorë punon, edhe na vjen neve një punim ta zojmë siç është ky. E kemi modeluar në program, e kemi dizajnu, e kemi dërgu, ose në disa raste e prejmë edhe në CNC vetë, siç kam punime me implante, po disa raste tjera e dërgojmë me një laborator tjetër edhe na vjen ky punim. Pastaj e vazhdon dicioni pak me ato vetat për punimin që nuk ka shumë nevojë mi përpunu, po disa gjëra kanë nevojë mu përpunu, siç unë ta shihni edhe këta, kur ta bën një pjesë punës. Si po shihni titani, kur punohet titani, krijon këto lloj xixa për shkak të materialit që është i fortë. Në vëmë prek një punim me metal zakonshëm, nuk e bën sigurisht. Punë. Sigurisht me radhë punimin tjetër dëgjon, se kjo është metal porcelan. A kuptoj. Të ngjajnë si dyja si metale, po nuk janë të njëjta. Jo, mos fakt. Pastaj vazhdon një procedurë nga ajo se kjo pjesa ku fillon mu ngjyros, mu ly, mu mbulu metali. Se metali duhet mbulohet me çiti keramik për mi. Mjetren, kur të përfundon kjo, atëherë duhet ngjyra e dhëmbëve duhet me qenë sa më përafërt me ngjyrën e dhëmbëve të tjerë. Qysh arrini këtë? Për kësaj pjesës metalike kur përpunohet metali, vazhdon të pjesa ku ngjyroset, mbulohet metali ose titani me një lloj opakeri që e quajmë na. Edhe merr ngjyrën, pavarësisht çfarë ngjyre ka zgjedh tentisti, ta zemë ka zgjedh anishin, na e bëjmë ngjyrën anish. Prej këtu kalojmë prapë te dorësina që e bën dizajnimin me dorë. Tash te kjo pjesa bëhet modelohet me dorë. Masi kemi përpunu metalin, e modelon me dorë, e jep një shtresim komplet urës. Pastaj e vazhdoj unë si procedurë, njëjtën siç është zirkoni, edhe në fund për shembull del një punim siç është. Brenda është pjesa metalike ose titani, është mbuluar me keramik edhe ngjajnë si dhëmë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Atëherë dren ne e pom procedurën edhe unë befasova dhe të njëjtën kohë për mjerë shumë mirë që i posh gjithë këtë teknologji që ju posedoni, që ju lehtëson juve jetën, po të njëjtën kohë që është kujtoj edhe më marrë rëndësia është se prodhimi final është shumë i mirë dhe ka shumë pak mundësi për dështim. Parasysh se janë programet, janë makinat, edhe mbi të gjitha është finalizimi që e bëni ju me ekspertizën e juaj. Flasim për implantet dentare. Kohëve të fundit gjithnjë më shumë bën, personalisht mendoj që sa më pak duhet marrë puna me bë implante, në kuptimin që duhet me pas kujdes për higjienën e dhëmbëve, mjekimin, vizitat e shpeshta, për cilat do të flasim në fund, por me që shpesh për vje puna deri te implantet, atëherë unë po kam dëshirë me marrë mendime për njerëzve që janë më kompetent, ju
ekipa jote edhe ti jeni ndër ata. Atëherë, implantët dentare nuk është një procedurë të thjeshtë, është një bashkëpunim i ngushtë mes pacientit, dentistit, por edhe juve. Tash kisha pas dëshirë të flasim për implantët dentare. Po në disa faza, por për flasim veç për specifikat. Shumicën e të në shka folem kënë fazat që bëhen punimet përditshme të laboratorit. Sa i përket implanteve, sot se dikur ka qenë implanti si lloj tabuje, kanë pas shumë frikë edhe njerëzit me i vendos, sot shkon me vendos ma lehtë se mi hek një dhëmball. Edhe është e mirë që ka ndodhur kjo, sepse ka zgjidhur shumë probleme si për estetik, si për funksion të gojës. Te na i bëjmë gjitha llojet e punimeve mbi implante, pavarësisht çfarë lloj implanti përdor mjeku, se mjeku zgjedh ato shka ai i pëlqen, i përshtatet në punën e vet, si material, se ka lloje të ndryshme të implanteve, disa firma, disa kompani. Kjo nuk më varë pjesë. Cilën do që e zgjedh ai, pjesën laboratorike, unë e kam të investu, unë e kam të bleme për si program, si fizikisht, si çdo gjë që duhet për mi implante. Me bu një punim ekstra të mirë. Domethënë ju i përshtat një pavarësisht për porosisë, ta quajmë ne. Porosisë mjekut. Se një mjek punon me një implant Straumann, një mjek punon me një implant Misit apo ku ta diun, secilin prej këtyre se dallojnë njëra prej tjetrës, nuk mundesh mi modelu, mi dizajnu ti të njëjtën. Nuk kanë gjithë një. Punë me ato siç ka ky. Se janë brand tjetër, pro duhet na pjesën e laboratorit na me investu mi pas libraritë e implanteve, gjitha ato që neve na duhen. Po, na i kemi bë këto, se unë punimet me implante kam fillu që në 2018 me i bë. Më thonë, në rang Kosovës, jam një për laboratorëve, ndoshta i treti në Kosovë që kam fillu me këto lloj punime. Se punime mbi implante me cimentim janë bërë dhe më përpara, kam bërë dhe unë, po punime që bëhen me filetim ose me screw që për i thojnë anglisht, unë kam fillu prej 2018-ës edhe vazhdoj edhe sot me i bërë këto lloj punime. Një për atyne, janë është edhe ky. Edhe këtu, si që shpjegova parës marrjen e masave, janë dy llojet mënyrave të marrjes masës. Një është masë fizike, që i vendoset pacientit e në gojë, me këto shrafat që i ka të vendosën në gojë, mirët masa, pastaj pjesa tjetër vazhdohet në laborator. Por të implantet, është shumë rëndësi që dentisti me pas një skaner intraoral, sepse saktësia e skanerit është shumë e madhe se sa marrja e masës fizike. Na preferojmë marrjen e masës me skaner. Shumica dentistave Shumica dentistave sot e kanë investuar, kanë ble skanerin, paktën këta shapune june, shumica e kanë edhe marrin masën me skaner. Pjesa e masës na vjen neve në email. Dhe na vjen në mënyrë shumë të rregullt, domethënë çysh është gjendja e pacientit. Kjo i lehtëson juve shumë punën. Na lehtëson jashtëzakonisht shumë. Kazoj ma ka dërgu një dentist mu një masë, se tash mu këtu ma qetën në gjyrë jo të rregullt, dhe sa ta kalojë në punim. Kër vjen në punim, vjen kështu. Në që kjo është masa që ma ka skenu doktori edhe ma ka dërgu mu. Në basë këtyre masave ose këtij modelit ju filloni me punë. E këto janë? Këto janë body scan, domethënë për mi përcaktu ku ndodhet implanti, i shtrëngohen disa qëto body scanat në gojë pacientit, edhe ja skenon njëjtën skanim dentisti. Pastaj mu më vjen, unë i kam këto në librarinë e programit, këtë lloj implantit edhe gjejmë saktësisht ku ndodhet implanti. Masi të modelohet, unë e ndërtoj modelin, se tash nuk kemi mua masë fizike me qitë gips. Tash modeli modelohet, dizajnohet në kompjuter, edhe printohet në 3D printer. Edhe më vjen në këtë situatë.
Pas kësaj situate na ja ndërtojmë ta zëmë një bar, një shinë titaniumi, që po preferohet kohën e fundit jashtëzakonisht shumë, që kjo është një bar. Këta kryeni ju, kjo pjesë ju e punës. E kam modelu, e kam dizajnu une, Po, domethënë sipas formës gojës, ku ka pacienti gojen, po. edhe pas modelimit, dizajnimit, kalohet prap te CNC-ja për mu prej kjo shina e titanit. Do thotë edhe CNC e prejnë edhe Edhe këtë titanit. material që duhet me qenë bukuri fort si material. Kalohet te ky program që i tregon ti në cilën pllakë ke vendos, çfarë lloj materiali ke zgjedhë etj etj. Edhe vazhdon në njëjtën procedurë Si ata që e CNC-ja, pa. si ata që e pa më herët, e pren shinën e titanit. Pasi të mbjen mu shina e titanit, që tash në këtë rast është brenda strukturës së zirkonit. Do Kemi thotë mja si bota, shrafa apo çka janë këta? kjo është shina. Shina, kjo është shina. Kjo është për brenda, tash se është e fiksuar në Po. strukturën e zirkonit. Se si për kësaj do modelojmë, do dizajnojmë një punim zirkoni, nuk mund ta lejmë me një shinë titani pacientit. Patjetër. Prandaj tash pastaj vjen pjesa e dizajnohen dhëmbët, domethënë sipër asaj shinës. Ja, ku është shina, që e modelum ma herët, e kemi prej në CNC, në ka ardhë, pastaj vjen pjesa e dizajnit të dhëmbëve. Pasi dizajnohet, në njëjtën procedurë, kalohet prap në program, për mi thonë CNC-s, që kam i preqit llojt zirkonit. Domethënë kalohet të kjo tjetra, që është e njëjta punë, edhe prap CNC-ja kam i prej zirkonin, edhe për punimi vjen çka. Kjo është punimi apo? Po. Edhe kështu duket pjesëmendshme, e pjesëjashme. Për brenda e ka shinën e titanit që ka peshë minimale, se titani njihet për peshën e lehtë që e ka, edhe pse është i lehtë, është më i fortë se çdo lloj metali, po që ka kosto normale është kjo. Po që edhe lidhen kimikisht të dyja të bashkë, se kjo është Kjo vendoset këtu? gjithë. Pastaj e vendosim në modelin e punës që kemi kriju me 3D printer, për të pa detajet Apo shtatë. që vazhdojnë e bëhen prapë në të njëjtat procedura, modelohet aty, dizajnohet, në fund të japet ngjyra dhe shkelqimi i duhur të pjesa e dorëdhanit. Në fund dorëzohet te dentisti kjo me gjithë shrafat e vet. E kjo është që e shtrëngojnë, apo këto Po, vidat? qelçat për mi shtrëngues edhe te doktori kur e dërgojmë na duhet patjetër mi milonën model për shkak transportit mos me pas ndonjë telashe. Pastaj dentisti ka për detyrë vetëm i vendos, mi shtrëngu shrafat ku i ka implantet, edhe përfundon si punë. Është procedurë që ndukja është shumë e thjeshtë, po që kanë marrin kohën e vet. Unë e shpjegova për një afat shumë të shkurt, në pika të shkurta, po që për mi dizajnu se cilin prej këtyne ta merr një kohë gogjatë të madhe. Se janë shumë detaje që duhet me përcjell. Veç ta kemi një si ide se pa mundur. Përveç kësaj, domethënë unë kam që tash kam filluar prej 2018-s, edhe unë kam ndryshu si teknik, me ardhin e reja të trajnimeve, trajnerave të jashtëm, kam mësu gjëra të reja që nuk i kam ditë më herët, kam vujt une për të arritë këtë punë, kam vujt shumë atepër, sot nuk vuj shumë, se janë teknologjia e gjëra tjera, po janë edhe trajnimi që kemi marrë, janë të adekuat për mi kry çdo punë pa pas probleme me ato tjetër. Dren, faleminderit shumë. Tashti, a ka mundësi, a mund dallohet kur një një implant mbi dhëm bëhet si duhet, a mund dallon pacienti apo është e pamundur? Në shumicën e rasteve pacienti mundet me s'mi dallu, po dentisti edhe tekniku e dallojnë. Sidomos dentisti kur ta merr punimin, siç është ky,
ai përpara se mi shtrëngu përfundimisht, ai e kontrollon njerë, ai janë mbyll gjitha hapësinat, a është në drejtimin e duhur, apo i përshtatet në kontakt me dhëmbët poshtë pacientit, janë procedura që pastaj dentisti i bën, nëse ka probleme, thirr mu, thotë i kam këtë lloj problemi, e rregullojmë, e dërgojmë prapë, edhe pastaj del gjithçka që është në rregull. Kur është në rregull, ai vetë ka për ta shtrënguar dhe për mi përfundu si punë. Por ndryshe, përveç se harrova ta sqaroj edhe një gjë, përveç titan shin me zirkon, ka punime për mi blonde edhe me materialet siç është titani ose metal porcelani. Por që kanë kosto më të ulët se sa kjo. Për disa pacienta që nuk kanë mundësi me bo zirkon. Që është komerciale. Po, pastaj ka alternativa tjera që janë titani si strukturë ose metali. Pavarësisht çka zgjedh dentisti me pacienti. Po na i bojmë edhe ato si procedura. Po, se përmendet që i përshtati pavarësisht çfarë do lloj porosie, ju i keni mundësi teknike dhe profesionale mi realizu. Jemi ka fund një emisionit e deshta të pys për një material, nëse unë nuk jam gabim, quhet abutment, a është material apo modeles, për çka bëhet fjalë? Po, abutmeni është një lloj materiali që blihet kur ta blen dentisti implantin, se e blen dika në treg, në setin e implantit e ka edhe abutmenin e vetë. Më dhe një abutmen që vendoset në implant, edhe si për ati abutmenit vendoset konora që na e ndërtojmë. Po ka rastet të veçanta, kur është detyru dentisti me vendos implantin shtremt, për shkak kockës, në atë rast, abutmeni i gatshëm që blihet, është i drejtë. Ka edhe me kant, po ka me pas nevoj për kant shumë atë madhë. Po ka nevoj për kant shumë atë madhë, atëherë na dërgon masën me skaner, si që ishte e kjo, edhe na qatë abutmenin e ndërtojmë veçanërisht, veç abutmenin, pastaj e kthejmë në drejtimin ku duhet tjetë dhëmbi, jo më dalë jashtë, pastaj vendosim edhe konorën sipër atij abutmeni. Ky është abutmeni që ti e përmendë. Fund, kryen kretë procedurat, njerëz janë të kënaqur, vazhdojnë me kvalitet mirë tjetër, se besoj që shumicën e rasteve funksioni është mbi estetikën, po dhe estetika është po ashtu shumë e rëndësishme, po deshta t'ju pyes, nuk përfundon me kaq se duhet kemi kujdes ndaj protezave dhe dhëmbëve mbi implante, a ka ndonjë kujdes të veçantë apo? Për mendimin tim, kjo është pjesa më e rëndësishme e gjithë punës dentistit dhe punës tonë. Pjesa kryesore kalon në fund te pacienti. Nëse pacienti është i kujdesshëm në higjen, ka me pas jetë gjatësit punimeve që ka bo, pavarësisht a ka bo me implante, apo ka vendosur, apo protez, se cilin punim duhet me pasru të paktën 2 herë në ditë. Për shkak të higjenës mirë, jeta i zgjatet çdo lloj punimi që e vendosin gojë. Nëse nuk i rrim gati pastrimit, higjenës edhe kontrollës vazhdueshme, paktën 2 herë në vit te dentisti, atëherë nuk ka më na zgjat çaj punim, qoftë i mirë, qoftë i keq, nuk ka më zgjat sa duhet më zgjat. Mirëmbajtja do të thotë është Mirëmbajtja është shumë e rëndësishme. Ka sot lloj-lloj furçash të ndryshme, si për punimet që janë me implante, që janë disa të veçanta që blihen edhe në market. Edhe të ne ka. Ka edhe të ne. Që janë, nuk është që kanë ai kostë shumë madhe, por që të ndihmojnë shumë për mi bo pastrimin e punimeve mbi implante ose edhe urat që janë normale që duhen la. Se kam pas raste që kam dëgjuar që ka thonë pacienti kur i ka vendos dhomë, s'kam nevojë më mi la se i kam vendosur. Jo, këta duhen më la më shumë se dhomë natyral. Se kjo është diçka huje ngoj që mi ka vendosim edhe duhet më kujdes për çto. Jo milion edhe u kry marrë me gjithçka, jo. Duhet pastrimi është pjesa më e rëndësishme e gjithë punës tonë edhe dentistit. Kjo është ajo që bisedu më herët, ajo porosia 222 që do thotë
2 herë në ditë mi la, 2 minuta, 2 minuta me zgjatë vjet larja, rutinë. edhe 2 herë në vjet pakten me shku te dentisti. Në një rutinë. Atëherë, unë falenderoj shumë drejt ty, Dardanit dhe gjithë tjerëve, ekipit për që na dhat mundësinë më orë sonte të ju, të vetëdijshëm që ju kemi ndërprer procedurën edhe procesën e punës, po është shumë e dobi për mbi gjitha për publikun, po edhe për gjithë tjerët që të kuptojnë se shumë punë të mira kryen edhe në vendin edhe në qytetin tonë. Atëherë, për fundun e ndoj një pyetje personale për mysafir themi. Në hymje këto po është një amblem të një klubit që futbollistik i cili është, si mas mendimit jam, ndër më të mirë që i ka pas ndonjëherë futbolli botënor. Flet për shihen që i keni jo vetëm për ndërtimin edhe prodhimin e dhëmbëve të mira dhe kvalitativ, po edhe në futboll. Po mesazhi i këtij klubit, që është Liverpooli patjetër, është që we never walk alone, domethënë na kur nuk ecim vetëm. Ju çmoni shumë punën ekipore, po edhe bashkëpunimin me stomatolog, na tregoni si e organizoni një ditë që gjithë më punu si duhet të njëjtën kohë me nive të mirë. Po, pyetje shumë e mirë, shumë e vend. Edhe na, si që patin, stafi jena shumica familjar. Për ashtu ditjonin, që edhe ata kemi një pjesë të familjes. Ka ozë, po edhe e konsiderojmë si të familjes. Nuk e ndajmë as pi vllavit, as pi... Na, si që kujdesna unë për punë e laboratorit, njëjtë kujdeset edhe me qenë unë. Dhe me qenë këta pa qenë unë fare, se kam rase që nuk jam këtu, puna vazhdon sigur me qenë unë atë. Këtë gjë edhe dentistat e kanë kuptu edhe e kanë mirë kuptu, se ka pas rase që disa dun apo stafat prej meje. Mirë, për nuk ndron kvaliteti. Nuk ndron. Edhe këto ja u kam vërtetu me kohë që nuk ka ndru kvaliteti qoftë nëse kam qenë unë prezent ose s'kam qenë. Finalen, pavarësisht, e qyri unë prapë, po edhe këta kanë pjesën që nuk lojnë kur gjo gabim. Si janë të instalun në atë mënyrë që më smelon, kur e kam fillu punën, se cilin më radhë nuk më shefi për i profesionit, shka do që kam ta jap, po bane shtu si që duhet mi bo. Po, sigurisht. Mos i ka la protokollet dhe jenë regull me çdo gjë. Por ndryshe, protokollet janë kryesorja e laboratorit. Si të largohesh prej protokollit, kanë me fillu problemet, fazën deri del në fund defekti tu ku ka konë këtu. Nuk është më këthy mrapsh. Por ndryshe, na nuk e lojmë me shkudeqet. Patjetër. Kjo dëshmon puna dhe ju e përditshme vlerësimet nga kolegët e ju edhe nga pacientët, edhe pse shumica nuk ju njohin personalisht, po tash besoj që e kanë më njohur pak më shumë. Ata që më njohin dinë se kam raste kur vinë edhe pacienta për efekt ndonjë ngjyre ose ndonjë rregullimi që është detaj shumë i vogël, po që në disa raste dentisti me ngjyrat nuk janë shumë saktë. Kur vjen me pacientin këtu, i realizohet ngjyra 100% çështje ka kërku pacienti. Padyshim. Atëherë edhe herë faleminderit ty edhe krejt ekipit. Faleminderit edhe juve për ftesën, për gjithçka. Ishit mrekullueshëm. Faleminderit, kënaqësi për ne. Në fund miq ton, në MedPlus ne besojmë se shëndeti fillon nga detajet dhe vazhdon me informimin e drejtë. Ndërkohë dhe gjithmonë të kujdesemi për trupin dhe mendin ton. Kaq kishim për sonte. Bashkë mirë posh. MedPlus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. MedPlus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.